Përshëndetje dhe mirëmbrëma të nderuar dëgjues të Radio Televizorit e Zëri Liri. Jemi me ju sot e dielë datën 28 shtator 2025. Pranë mikrofonit si çdo natë moderatorja juaj Lule Shabani nga studio qendrore në Gjermani. Kemi kënaqësinë të ju mirëpresim në bashkëpunim të emisionit të natës ku sonte kemi një temë ku mund të bëni pyetje, telefonata apo shkrimeve të juaja në numrin tim kontaktus të pandryshuar si çdo herë në +383 481 50970. Ju kisha të bëni sa më shumë shpërndare në faqes sonë të Facebookut që të dhëmë hapësirë edhe dëgjuesve tjerë të kyçen edhe të bëhen pjesë e emisionit tonë duke e falendëruar çdo herë për shpërndarjen që bani. Respekt për të gjithë, emër për emër nga unë moderatorja juaj dhe stafi i Radio Zëri Liri. Shpresoj se keni kaluar një ditë të dilet të qetë, një ditë të bukur dhe jeni të gjithë shëndoshëm familjet e juaja. Unë edhe një herë ju përshëndes të gjithë emër për emër. Ju falenderoj si çdo herë që jeni bashkë me ne. E filloj të përshëndes edhe dëgjuesit që po i shoh se janë të kyçur dhe po na shkruajnë edhe po na përshëndetin këto përmes komenteve të tyre në live stream. Një përshëndetje si çdo herë dhe përshëndetja parë na vjen nga Presheva Heroike nga femia Iv ku na shkruan në membrëma Lule Shabani. Faleminderit i nderuar femia Iv dhe ne të përshëndesim dhe të urojmë mbrëmje të bukur dhe artim të mirë. Fadil doni respekt, gjithashtu edhe nga ana jon Fadeli respekt. Një përshëndetje shkon edhe për Aslan Kastratin ku po na shkruan Aslani, përshëndetje të zjalulën dëgjuesit të dashur. Faleminderit shumë i nderuari Aslan Kastrati dhe ne të përshëndesim. Unë shpërndova në gjitha anët e botës dhe ju gjithë nga një shpërndare asgjë nuk ju kushton se çdo herë është komenti femia Iv ku e falenderojna. Sabit Ramukaj, përshëndetje nga Selaniki, respekt juve. Faleminderit i nderuari Sabit Ramukaj dhe ne të përshëndesim. Arben Gashi, përshëndetje një matë mirë, faleminderit shumë i nderuari Arben Gashi dhe ne të përshëndesim, faleminderit shumë, po ashtu një përshëndetje na vjen edhe nga Selman Pallushi. E mirëmbrëma për të gjithë respekt Radio Zëri Liri, faleminderit shumë i nderuari Selman Pallushi dhe ne të përshëndesim familjarisht dhe të urojmë mbrëmje të bukur e artim të mirë. E Lili, mirëmbrëma Radio Zëri Liri, zemër përshëndetje nga dëgjuesit. Faleminderit shumë e nderuara Lili, edhe unë të përshëndes, faleminderit shumë respekt pafund. Naziv Zilfiu mbrëmje të bukur, faleminderit shumë i nderuari Naziv Zilfiu. Respekt mbrëmje të bukur edhe për juve, po ashtu një përshëndetje na vjen si çdo herë nga Rapsodi jon dëgjuesi jon Agim Berisha ku na shkruan. Përshëndetje Lule Shabani për ju dhe gjithë dëgjuesit e respekt, faleminderit shumë i nderuari Agim Berisha. Përshëndetje për ju familjarisht mbrëmje të bukur e të mirë. Ali Sebastian Ali, hopa, ka shkruar çashtu. Përshëndetje i nderuar. Shkoj duke vazhdu çdo herë të shoh komentet që na kanë përshëndetje, përshëndes, po edhe të gjithë ju që po shkruani dhe nuk po përshëndetni, të përshëndetur nga stafi i Radio Zëri Liri. Na shkruan Elsa Kajtazi, përshëndetje oj Lule, faleminderit shumë Elsa, të përshëndes shumë, faleminderit shumë. Regina Lala, përshëndetje dashur edhe nga ana ime, faleminderit shumë. Një përshëndetje shkon edhe për Remzi Beqirin. Po ashtu na përshëndet edhe Fidajete Uti ku na shkruan, në mirëmbrëma për të gjithë. Lule zemër, me shumë respekt ty të përshëndes së bashku me familje. Faleminderit shumë dashura Fidajete dhe unë të përshëndes me familje dhe të falenderoj nga zemra. Vjusa Kastrati, përshëndetje zemër, faleminderit shumë dashur, përshëndetje edhe nga ana ime, faleminderit shumë. Regina Lola, respekt për këtë mbrëmje të bukur, zemër, faleminderit e dashura Regina edhe unë të përshëndes, të falenderoj dhe të uroj argëtim të bukur në vazhdim. Regina Gërodhani, përshëndetje Lule dhe gjithë dëgjuesit, faleminderit e dashura Rabie edhe unë të përshëndes dhe të falenderoj. Një përshëndetje na vjen edhe nga Deçani Hereke ku na shkruan i nderuari shlirimtari ju në Gjevdet Aliçkaj. Përshëndetje Rytëve Zëri Liri, përshëndetje moderatore, drejtoresh, stafin dhe të gjithë të pranishmit me nga një kafe. Faleminderit shumë i nderuari Gjevdet Aliçkaj dhe unë të përshëndes familjarisht, të uroj mbrëmje të bukur dhe artim të mirë në vazhdim.
Sante e kena analistas du me thirë me kënu këngën e Qarrilazit. Hajde. Pse ja i mirë sa ardhërje. Na shkruan edhe Lutfi Nuha Bajrami ku na shkruan përshëndetje për ti Lule Shabane dhe ndëgjues të Radio Zërit e Lirë, mbrëmjet e bukur. Faleminderit shumë motra Lut edhe unë të përshëndes. Familjarisht dhe të uroj mbrëmjet e bukur dhe artim të mirë. Emin Preteni, përshëndetje, e kam shpërnda në shumë meqë, faleminderit shumë Regina, respekt pa fond. Miki Lipaj na shkrua në përshëndetjen nga Mërgata, ju dëshiroj një mbrëmje të bukur me plot argëtim respekt. Faleminderit i nderuar Miki Lipa, edhe ne të përshëndesëm dhe të urojmë mbrëmje të bukur dhe argëtim të mirë. Po ashtu një përshëndetje na vjen edhe nga Cami Bityçi ku na shkrua në mirëmbrëma Lule për ty dhe gjithë ndëgjuesit. Faleminderit shumë i nderuar Cami Bityçi, edhe ne të përshëndesëm mbrëmje të bukur të mirë edhe për juve. Po ashtu një përshëndetje na vjen edhe nga Isa Bajrami ku na shkruan mbrëmje të mirë Radio Zëri Lirë, mbrëmje të mirë dëgjues për ata që nesër punojnë fillim javë të mbar e për ata që nesër kthehen si unë, fluturim të mbar, miru pafshëm Kosovë mas 1-2 javë. Faleminderit shumë Isa Bajrami, të urojnë mbrëmje të bukur, argëtim të mirë, e nestra fluturim të rahatshëm, e inshallah vjen mirë, rënd 2 javë, kthehesh apet për të mirë. Faleminderit shumë që edhe nga pushimet çdo herë je bashkë me ne. Respekt pa fund për ju familjarisht. Hasan Muslia ju përshëndes të gjithëve. Faleminderit i nderuar Hasan, edhe ne të përshëndesim. Faleminderit shumë. E një përshëndetje si çdo herë na vjen nga vendasi dhe dëgjuesi jon Abedin Berisha Drenica ku na shkruan. Përshëndetje vendase dhe dëgjues të Radio Zërit e Lirë, respekt për të gjithë. Faleminderit shumë i nderuari vendase dhe unë të përshëndes familjarisht duke thënë faleminderit si çdo herë Zoti trujtet bekof me familjen tuaj. Bekim përshëndetje gjithëve, kaloni bukur. Faleminderit Beki, edhe ne të përshëndesëm kalo bukur. Membrëma stafi nga Durrësi na shkruan Sherif Shuti. Faleminderit shumë Sherif, edhe ne të përshëndesëm atje në Durrës dhe të urojmë mbrëmje të bukur dhe artim të mirë. Një përshëndetje na vjen edhe nga Ferdita Isufi, si çdo herë, Radio Zëri i Lirë, mbrëmje të bukur, kaloni mirë, respekt Lule Shabani, mbrëmje të bukur zemër, kaloni bukur, respekt. Faleminderit shumë e dashura Ferdita, edhe unë të përshëndes zemër dhe të falenderoj, respekt pa fund. Juliana, përshëndetje dhe mirë mbrëma, faleminderit e nderuara Juliana, të përshëndesëm dhe të falenderojna. Po ashtu një argëtim të bukur në vazhdim me emisionin tonë. Një përshëndetje na vjen nga vendasi Cen Lausha ku na shkruan. Përshëndetje mirë mbrëma gjithë dëgjuesve të shtëpisë së madhe të Radio Zëri i Lirë. Përshëndetje moderatore Lule Shabani. Respekt nderuar, mbrëmje të bukur gjithëve, respekt. Faleminderit shumë i nderuari vendas Cen Lausha. Edhe unë të përshëndes dhe të falenderoj si çdo herë që je bashkë me ne. Shqiptari nuk merr vesh, badi hova e pa mundshme është pa bo hapjen e emisionit, pa kallzu temen që nuk janë nisin me thirr. Po nejse, du mi marr, se du mi ndërprej komentet, pa zbulu temen, shkojnë atë marr, se ja kanë nisë. Se të një kanë me dalë të një në përkojshia, në TikTok-a, në zëtë din. Regina Lola, mi mbrëmoj Lule si që ki emrin një dhe mbretërej zamër. O, faleminderit Regina, shumë respekt ka ona ime, Zotit rujdet bekoft me familjen tane. Veç sa për me, që ka thona, më ka që baba mi lagujnë, se s'pë thamë kur gjë ma shumë, thirën edhe me një herën, kur të thirësh nuk lajmruhet, mos e s'ka nge, veç hajtë sa për me thonë kum thirë, nuk ma ke që numri, nuk e ke hapë. Një përshëndetje na vjen edhe nga Isa Kastrati, përshëndetje nderume, faleminderit shumë i nderum Isa Kastrati, edhe unë të përshëndes dhe të falenderoj si çdo herë. Një përshëndetje na vjen edhe nga Ismail Rexha, përshëndetje për stafin moderatore Lule Shabani dhe ju dëgjues të mbrëmje të bukur. Faleminderit shumë Ismail Rexha, dhe unë të përshëndes familjarisht dhe të uroj mbrëmje të bukur e artim të mirë. Vallahi bekim.
veç po thu se asë njëherë, mësë më shtimet thonë, mos gënjese, unë i shok krejt gjitha person që e shprendon. Asë i herë se ke shprendon, asë nuk e shprendon kor. E kam edhe një telefonat. Pra të ndëruar dhe gjusë është telefonata e parë për sante. Ale përshëndetje mi mra ma mirë se na irë dhe shaqë. Valla unë heri pori, heri në robi, bëllë interesant të me mu. E ma? Përshëndet. A i një mira që shenë jam. Mirë, falemderit, mirë jemi, po ti si kaluë? Valla e zë ditën e gotë që të nga shku dita zë ditën TikTok, në TikTok, në TikTok, në TikTok. Dhe me thonë gjithë ditën TikTok e nejta, qa? Valla e zë ditën e gotë që ka ro shi, ves me ena këm nejtë të mlanë fikolle vetën, nuk të qa me nejtë vetën, të një hisha që shtu në për TikTok, kanë TikTok, ka o knoqë. Dita shkaj. A, ne mirë shumë. Krysurë, Jo, në ka pështu. ke kalu mirë, je knoq, hajtë. Po vallohe lule në ka pështu zëtin TikTok se me dollë këj shiski ku shkët. Me shkun kafe po pinë dohan shumë për të plasë ira. Si po vija pej kafe, tim shpegruve, tu dirja për të jera stërvin. Ik se për të jera dohan. Me dollë fush s'ki ka në zatet orë, zikën dollë dhe qenë nda cak. Ta shenë lemru dhe ojst. Me dollë në asfalt shkelin kjerët. Ka shëzët e veç me arnis me marune e shkollë më shku në honë. Ja, la bol mire ke gjitë venin të në TikTok nauqesh, po ta një në fartë. Në shpitonën ka o shtrat ato dhe ban lafe që ditën. Mira, valloj, ka dorë zëti, po për marak zëti. Këm përnune për me përshumë të lishni. Po thua? Po ma shallit të ma bëgjyshi. Po i ki bej po bëgjyshi. Po që shenja se inja se po ka të... Mirë po shazute na mirë, jena mirë, po kalojna që shto, se sët nese dhe na këna pas që shto ditë pushimi, amo tjera ditëve gjatë javës punë shpe, edhe kur gjë kërkujna. Po jo, keni jo, qka po përnëshin përëndimi kishtë si fshin që atë kjerë. Banes, pun, banes, pun, banes. E po na nuk kena nge, mu merë me të tërshka, se këtu pasha zëute nuk unë me shkun si shqiture, me marrë vërësi cent, që funi për që ta jep edhe 10 cent me të mungu ki mu dollë për shqiture, edhe ja ko me ta nolë një diqka që e ke blej ato, s'ka? E kështu atë dhonë di ma na i milë, më shku me lipë të ne këshin, ha që me 5 milë të e vetëria të e dhe 2 jova. Valaj, nuk më kanë du dhe ishallah nuk më du dhe asë nuk më po dhe risët kor, nuk e di. Nuk e di. Atë më të më asë për unë kanë kështu se kur të na që dhonë shumë të nërë, a me 2 thosë milë të e të morë më rrugën, për sama. Ja, najnë, s'ka ashtu këtu. Ja, laj. Ko që më kanë dzejnë më orë në Gjermani, pas ka e sopë s'po vije s'pile mas një. Nuk ka këtu këjshi e doje teze një, pa ata janë veç për dorsëm. Në Gjermani s'ka. Ja, ata janë veç për dorsëma. Sa bujnë Gjerman dorsëma? Po qish, ja. Bojnë, po këta bojnë toze me men. 3-4 vetë, 10 vetë, edhe që ato shkon pantulla, ja një tu blule, ja blejnë 5 euro burri vetë, as dukat, as dorsëm, as kur gjë heq knaqet, edhe shkon bankonur që ato vërz, e në nshkrunë edhe ecin hi një restorane, hajnë një drejke edhe ecë për shpije. S'ka këtë si shqiptari më shku mi thy kamët edhe mi qky sytë të këqyrë gratë hujat atë, e mi pa gu 20.000 euro shaq, edhe mas mërëmi mas 2 jove që në rëtë samë zgruja burri grunë edhe hajtë udhet. Jo, sa dhe kom bu një analisë të këtë më rrinë, kom dhe më kohë herë, se kur shnu nuk marra këtë këtyuki. E bu nga men, thash ta të rritë me i pos me atë, që po jashtë 40 mjera që po bojnë dorsëm në restoran, me i pos me atë atje. Po? I blenë 10 copa lëp me qatë nungë se martuhen pa dorsëm, që ato porët dorsëmës, i blenë 10 copa lëp. E logarita për 3 vjetë, po shtajshin lëp, 100.000 euro po bëjshin për 3 vjetë. Edhe mu knoq mos, gjatë, lynë, kës, edhe të ngoti jeta. E kush m'ja këqyr lëpt, kush m'ja hiq plehen, kush mi mjel, kush kur të gjanë viqen me shku ato mu kujdes, m'ja lëshu me tana, kush i ban, cila gru e sudit është që i këqyr ato, hajt. Po ka dole vesh një analizë të bëjse këtu, nuk e kreva këtë analizën, vesh e një za pret pak, ajë në moment. Qa e nuk se si t'vjen këtu, po? janë isë me mojtë ljopën, me qitë ljopës, me shku m'ja hik plehen, me mjel, besa 30 copa lëp, a logarita 30 copa lëp, mi mas pohtit i qesin ja
200 litra tombël për çdo ditë, a vjen aeroni me atë cisternën e me tombin, nusja me miel, edhe nusja çishtu. Çfarë kjes? Kuku për mu. Nusët e sëtit me mieli. Pa ja nuk mund për i thoj me heq. Nuk mund për i thoj me heq, a jam i afru durt me mieli. Thaj të len vitrin veç për nëjë ditë grave, se s'ka nga me në gjitë. A ke po që biset, a po të që të biset se që tema, po të në TikTok he, që ta dhanë mendime? Po që tonë vëllaj, po të bëllë mirë, thanë tonë bëllë ideje mirë të konë. Edhe plus asojna, lëgërita dhe për të jetë po 3.000, 100.000 euro, edhe 3.000 i banë katën, edhe i manë lëtë foqet, jemi mojtë me bebelake, me qukulline, protoline, dërdaline që po dijone. Po, edhe mas 10 vjetë ata thmija të një bohen që banë edhe shkojnë i rujnë lapt. Po, zëtë mas 10 vjetë i bojnë rafsh 100 cëu pa lep. 100 cëu pa lep, ka 3.000 euro, bojnë 300.000 euro. 300.000 euro, edhe atjep sa po këtësit vjenum se ka me punu më zyret venit anë, po ka me shku me lo vëllo, edhe atje ka me shku me këshirë plesë, e me ofshin shtijat e plesëve, me fshin banesat e huja në sahonin, në plohën si atje si këtu bile këtu lohart vetë, e kom lagarit 2 orë ishin punë me nxes, mjë qitë liuve, mjë hjek plehen, edhe me shku muhimu pastru me hjeka përfimin e liuve, edhe 2 herë mas dite, 2 orë mas dite, 4 orë gjithë dite në gotë. S'po kam nga gëru. Gëruja thatë, s'pe mërë peje. Po tham s'kam nga së në TikTok. Jo, ki nuk kom nga se kom e në TikTok. Valloj, cëfin laftuni kjo habitën në TikTok ato. Jo, po, qaj po harrej ka herë që jemi martu në krejt, alloj, këti që kam grumë të. Jo dhe ja, alloj, e ke gjithë nusën e urë të kiset të shkon në tjetër. Aja, me pas najta... Ka herë për minë dhe për ashukta dhe për kuqe, ka herë për fletërët, një që për në rëkit. Aty të bukta janë kësa, e të shikon me shtikull. Shosht falenderoj shumë për telefonatën e ku marë sënë të një temë pikrisht lidhet edhe me këta që falem pak, sikur mi pas ditë edhe të edhe pse ende nuk e patash palus temen. Qka ta mërmenja, a ma mirë është bashkjetes apo martes që po ndodhin sot në ditët e sotme edhe bashkjetesa? A ma mirë për ty personalisht mendimi juaj bashkjetesa apo martesa? Unë kësha tho martesa me mirë, për tash e ka njësë dhe bashkjetesa, po që të bashkjetesët, unë halas për më në këptoj që ka, nuk e di halas që ka. E për martesë e di martëhet edhe e di që ka mori nuk se ka për më shpe, edhe nuk se di që ka mori por, dhe që ke bashkjetesa, s'po më unë i pinë fija halas e di që ka. Te ka hojto kjo? Kjo nuk e di që nejde ka... Na këtë në herë theshëm pej të shile, po tash nuk e di në rande e pej juve. Alloj, me sa kësi e për të zheni që për të i ka më në orë. Perezallës të reje. Gruja pa perezallë, alloj. Shoq, po më duket shërlit, po më duket na kanë pruneve katonarve këta. Alla që ke hëm bjetesa, që shke që kjesë se kuptuva. Bashkjetes. Mire ki, kja bashkjetes. Po mira, se qëta që ka ndalë fushka se në për banesa, ta tash po bashkjetuj. Se banesa dërën dërë, ta po bashkjetuj. Apo këshin dojnë e heq ato. Dhe qishtë, jo, alloj, ta në të mirat. Hej kuku, ti shumë ka dhe njëherë trio shoq. E me shku me bashkjetu më fushkasu. Që sheko se vdaliti mëre shoq që shekna është të këci. Selë të nuk, po. Allah e kejtë, kështë dojnë për banesën të këcirë, mund të këcike. Gruja pa që ako më shku më ota shkalive, më po bashkë me ta. Po për që ta përtha muzika mirë është në tje. Aj, ata shaldisin mirë, valoj, bëllë mirë shaldisin, halaluku.
Isa Bajrami po të bashkëtesa është si kur na të marsh mallën e ki afat kthimi. Abedin Berisha Drenica thot bashkëtesa është e njëjtë me martesë veç pa kundërzim. Që janë njëjtë ka gati krejta. Allah. E ku milion ato, ku mi qua ato me flajt me ta. Shpes gëzëmi për unë. Allah i përshash nuk e di sëtë po bashkjetuin ka 4-5 vjetë, 10 vjetë, tani nëse ju pëlqen martuën, nëse jo dohet të simkoj martuën kor edhe gruja e simkoni martuën kor. Jo në njëva, se tash një me pa në majkore dhe i starve që kom një që ke bashkjetisa me marveshje, po pëjke. Për shamull, bashkjetujna, sot bashkjetujna, një vetë ose 2 muaj ose 3 muaj, i tragujmë shëqishoj që dhe i shtjo këna posë, dyna me ndërprej. Po ti është gruja. Mos jashtë e Ta shkru e zëti se vokë, se ma këtë disponu grunë pasha zëti sonde. A të fola bani shumë. Jo po të njën që e ku ma që të fatin nesë. Allah ja, po qëre nuk o faj se ti gjithë ditën nuk e pos laf me bo laf ato me nusën tonë, po ke full tiktak me njerëz ato. Allah e gjithë ditën e gazë veç me fena laka, mu ka po kryqi që të lije presht. Qa është të pra? Do të me gjithë tu ka një... Jo se dulin për që e bënë një vizit kënë një restorane, unë për duhet me najtë të shpje, se dikush për duhet ka e me najtë shpje, pa të më qemë me bu matë më sferi. Pse ja, respekt, unë e ditë koptaj, falimderit shumë për kuën, për telefonatën, të falaj badhe bashkëtës, e falimderit shumë për humburin që banë. Shumë falimderit, ishte knasi, falja, kret dhe gjuz dhe shqyquzët më rëgullu shumë ti me djumi, ju përshëndes, ju rojnë i notë qetë, kanë shumë të butë, mire të letë, me pa unë ratrishtu, se veç relaksu, se të ziklu, se. A dhe të buta. Pa shtesh të majme, hajde shoq, të Hajde, qao. Pra të dashur të gju se ke shumë dhe shaqë rrëtën, ku falenderojna për telefonatën. Edhe një herë të ndëruar të gju si ju përshëndes të gjithë dhe emër për emër dhe ju falenderoj që jeni bashkë me neve, një përshëndetje dhe një falenderimi veçantë shkon edhe për 2 krye administratorë të Radio Zërit e Lirë, Rahim Fegashin nga Austria dhe Avni Qerimin nga Gjermania që janë bashkë me ne, ku i falenderoj shumë. Po ashtu bashkë me neve është edhe mikja jonë dhe gjusja jonë Elfete Mehmeti, ku përshëndes familjarisht dhe jurojmë mbrëmje të bukur e artim të mirë. Faleminderit shumë Elfete. Pra të dashur dhe gjusë edhe njëherë të gjithë jeni të përshëndetur emër për emër pa dallim. Ju falenderoj shumë nga zemra që jeni bashkë me ne. Pra numër është e hapur, mund të telefonani në +383 48 1509 70. E kam tashmo edhe telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje, mirë mbrëma, mirë se na erdhe Isak. Po mirë se ju zjetër e nderumë për që vallohi edhe mu më keni disponu kontë ju kesh. Për me azutit knasht, inshallah gjithmonë je i disponum. Ja, më keni knasht me shoqen. Po thua. Ma shumë i kesh se që keni kull. O drejqe që është taj, problem, humorist ma. Ja vallohi, të kishëm posë shumë bëllim sukaraj. Po qërë, njeri ka njëherë dohet milion hallet e dertët e krejt një anë edhe me këqyrë pak njeri se veç 3 dit i kena imër bëli qatë 3 dit me fulle, me kishe, me bo hajgore, se jo vetëm kalzë, falë, zije, tërë, bo kur gjoheq, falë për një unë tjetër, në më tha, i thash, veç me bo atë njeri të zejher, kështu bili heq, mësë merë me kërkan veç hajt në hajgore. Ja, po edhe e murë shemëll fushkësruven për me shkuat të më knjoq, se ti miri thosë aty veni muzikës. Ja, veni muzikës ato knjoqësh pa fasitën. Bilim defe të pa një ki. Tarabuka, qka po dush? Sorla, të këtë ka mërë. Për zutën po, që shka luve së disakti? Valloj, mirë, në karoshi i ka pak, për që kjo. Në mirë shumë. U për para, a kjo këgja për tuha.
Po, normal, është e vërtet se dhe të sa të Ka ndodhur. zetë, temperaturat e larta veç i tru, mu vramë se njeri i këshim me ra po ftufet shumë. Nuk e di. A Ka mu të fshu këtë të krejt. në... Vallohi, se unë më kunë ja ku borë një kujshije do drëngu me traktor, veç bindi që kë gjak të ta konë. Atë këte i gjak ka djesh më në pjek, Po dhe E, po, që me bon. e ka ndryshu klima me të mungue. Po për zotën, e vërtet është, e vërtet. E sa ka, a ke dëgju temin edhe a do të kyqesh në temë sante? Po pasha zote që tha shoqa, unë nuk e di asë s'ka unë ke bashkë e të jesa. Qështu që po rrinë bashk para se më martu, ja 3-4 vjetë po rrinë bashk, një shpi, një banes, po shkojnë deti, po vinë, po hajnë, po pinë bashk, edhe tani mas 7 vjetë, 10 vjetë, po martuhen, ja po dohen. O, ja unë foqja zezë. Foqa zeza, Mendimi jemi. po ndo... A je i martur? A je i martur ju? Jo. Ju jem ty bashkjetu. Nuk s'po më me morë me men çfarë jetë aja. A je me Pse- grupu, a ki gru ju? Ja, gru se ka ato, a gru se ka, po Ja, veç bashkjetan. Ja, se me bashkjetu me bobën tem. Jo, me lule. Aj, kuku. Nëse shprej haket, po. Jo, më për ata nuk kesha, po kesha që bëllë mirë these, për zotën, e sa tashte nuk e di, tash të gjeneratat e reja, po ka Duhet ka më ashtu. me njuft sa ma shumë partnerin, pa më pasysh qika djallin apo djalli qiken, me najt bashkë, ja 2-3 vjetë, edhe tani mu feju ose mu martu. Shpesher për ndodhë edhe me thmi po martuhen. Pju lindin thmija ka 2-3 vjetë edhe pi marrin darsëm tani. Valloj na kana pos vjetë që të rast. Të thua? Një miki vllavi tem a martu me Gjermonk. Aha. E vjetë. Vjetë i bjen. A orë ka bu darsëm konë në Kosovë. E këse ke kë mingi me Gjermonk, e thminja ka 2-13 vjetë këteshin me prind vetë. Bëll mirë. Unë vetë më kona darsëm. Bëll mirë, mi këqyrë prend të martu, pse ja? Unë e vish një qëtita kërë kom po Gjermonkën në dimin. A, s'ka, i pëlqenjë ty në shumë vesh atëna. Ku ashtë edhe që të më e poshtë. Për mendimin në tanë, a këshelon të djallin apo vajzën tuaj të bashketaj apo të rrën para se më martu bashk me djallin, për shembull vajza? Po qërë thashtë ndërru më në pishë shumë, që pa eci një kuë, edhe dikuri të rego bobës, apo në unës, vajza apo djalli. Jo më të hec me vajzë të filonit, ose ja që mësitin edhe bëmë të fejesa, normal që shtu ku që kema det. Po. Përse mund me hec një 3-4 muj, 5-6 muj, një vetë shumë. Feju është, martu është, e ju këtë ashtë bashkëties 2 vjetë, 3 vjetë, 5 vjetë, mas nëmi të shpitonë në shpitam. Po valla, shpesher ka ndodhë që jo dhe masi ka nejë që ashtu ju ndatën, se s'ju ka pëlqyshe që shytë kanë të ju. Edhe për diho edhe kanë thonë jenat pa martu në Bilip. Edhe ka Po nejë ku e ndërru me 3 pëtat, vjetë. jonë për shemë mbusën 20 vjeqore, 10 vjetë bashkëtuen, 30 vjetë tani, pas 10 vjetës s'pa duhëm. E tani 30 vjetë ku shemerë ata, djallin apo vojzën. E sak për ata s'ka gojle, ata po martuhen edhe pleqe plakat ka 34-5 vjetë martes, pi gjonit tjetër edhe për t'le me gish në goj, se limo vesh me bashketu. Po ti a din sa njeri, a din sa shqiptari është i danë, e sa shqiptarja në për shtetet e perëndimit që këta veç për rajshën kur vish në Kosovë edhe nuk janë bashk as njën, 90% krejt danë ishin. Krejt danë janë, me reja, me nipa, me mesa, thmine martun edhe ju ndohë mas 30 vjetë. Pse, ja ka gjetë aja dikan, ja ka gjetë këtë dikan edhe s'ka o matë, ju në shkatru. Ku bëndërru me për morë, kërkun vorë nuk pëqilke.
Vëlloj, po thet avni qërimi që aja ecja bashkëtes, ju avni, ecja nuk ka bashkëtes, se për para kanë kalu, kanë thonë, babaki 1 vjet, po as njëherë 1 vet vajza nuk u konë shpit djallit, as djalli nuk u konë shpit vajzës. Kanë ecë për para edhe në Kosovë dhe midis kanë roje ka gjetë djallin vet, u dal, ka full, kanë nejt, kanë hangër, kanë piju, ndalju, në taku, po me nejt bashk, një banesë 10 vjet, 5 vjet, 3 vjet bashk, nuk kanë dëllët për para, kërkon avni. Në Kosovë, ja. Shumë drejt jetë jo. Absolut, në Kosovë nuk ka pas bashkjetes. Me ecë ka tjetër çka, po me jetu në shtëpi ju. Shumë drejt e ka lule. S'ka pas shans me reqika me shku në familje të burrit veç që u kanë të kalu me ta. Po çfarë ti? Le të di. Me pas shku e mos të shkuj. Jo, shumë e vërtet është. S'ka pas shans. Parti, ne këshin qikat më ju si në maru ka 20 vjetë, pse ka morë burrin vetë, jo milion baba me shku me najt ato, ka një javë dite për vija për të shpitane për të t'jam qikë, për çfarë të launi ashtë kur? Jo loj dajak e kësha një e kënë të këti në gërë qkaut. Loj, tash s'kim qa mi bojnë, ashtë në estra 2000 bashkjetujnë me tu, veç për qef të amin asisahat, si kësha lo me bashkjetu. Që dënë fej javë, kryt qatë ditë të prunë në shpi martave dhe kur mus pëlqeft mas një javë dite dojo, a mo bashkëtes kur heq. Çfarë ti? Jena mbjet me satelit vjetër na. Tash, ata dikush dhe. Allah as po du min rruhe që të satelit kam i mojt dejtes. Lule kërkun moras për gjithë kjo. Moras për gjithë. Apo dëgjum? Apo dëgjum? Po. Aha. Po, mirë. Se kena në panel edhe avnin. Përshëndetje avnin, mirë se erdhe. Jo, përshëndetje mirë se u gjeta. Faleminderit, mirë se erdhe. Po si avni, si kalu bësat? Mirë, faleminderit, mirë. Gëzova. Ti se po kalan me dëgjust. Mirë, për zoten mirë, është 2 herë sot që jam në mision e mirë, super, ma mirë. S'ka ku shkan me këta dëgjust, mrekullueshëm, super. Inshallah mirë gjithmonë. Faleminderit, amen inshallah. Avni, e shkruve një koment, çka do me thonë ti për te imen, apo ki ndonjë pyetje për Isakun a për mua? Ja, ndoshta pak misqarue se këtu në herë jena ko kallabllak edhe nuk kanë pas ku shkujnë njerë si sëtë. Sët jena bo pikve 5, edhe sët kanë ku shkujnë e ku jetujnë balë. Edhe që aja ecja ka 1 vjet, ka 2 vjet, unë e di dejnë 3-4 vjet, ka ne zinja bashkë. Po dhe normal. më thonë veç termi ecja edhe bashkjetesa, dhe më thonë ka ndryshu pe atëhershit tash. Se edhe ata kanë najte, nashta dhe kanë shku dikune, po me bashkjetu tash është pak ma modern, se kanë ku me bashkjetu. Do me thonë ti, veç që s'kam pos venat herë s'kam bashkjetu si pas teje? Po ku bre lule 7-3 bina kona ku mi prunë për shemull të na, hajde. Po ju po, qëre, tash po fullëm real kështu. Nisu pej veti, me pas konë ti në qatë ku, edhe je konë, po thamë po ti je konë për shamë para lufte, tash ki motra me siguri edhe ti. E me pas shku motra jute, pa feju, pa martu, pa jazgot dore një si familje mi tha për herë të kuftë, a jaran që ke qik, e me pas shku me najt 3 vjet atje, a i shekoj pajtimi ti, edhe të ne mu këthy, të ti, e me feju, edhe të ne mas 6 mujve me martu. A i shekoj pajtimit? Qëre, atëherja me sudën kanë dalim. Duhet gjona t'i ndojmë. Dhe më do kur flasëm para lufte, e kena pas një gjelëzi ekstreme, si popull në përgjithësi. Pak kun ka pas dhe më thonë jenë kont në gishta ke mujt me njëv dhe më kush jenë kont familje tolerante. Se për zotin, nështë me ka ndollë në atë ku, shamla po vjen motrës tema e këshmyt dikush sakic, shamla po vjen. Po sët, unë i kom përjetu vetë këtu bashkjetesat. Unë i kom përjetu vetë, bashkjetesat e thmive të mija dhe jenë martu dhe kanë të mija dhe do ma u gjithë që kanë regull. Për mu gjithë që kanë regull dhe i këto. Nuk është diçka që di bashkjetesa dhe me thonë që morë njerë tragjike, o ku që u bon, jo.
sikur na, me thonë, sikur na i morë një punëtor me kontratë, pune. Ne vet, u bom rahat, mirë kemi vazhdu, su bom rahat, u dha morë të kuftë, në shpitonë në shpitem. A sheh ma mirë këtë gjatë që pëndodhë sada apo përpora, që jëmë feju edhe të një kurin martu nuk jëmë vegenisë du më da. A ma mirë është kjo apo aja atëherë? Lule përpora shumë femna edhe shumë moshkuj dhe mo kanë duru për hirë të respektit familjar, për hirë të marrës që kanë posë. Edhe shumë sene i kanë mbulu përpora njerëz dhe me thonë, veç mos mu bu me gjesht si familjen në katon për shamull, mos më na bu me gjesht dikush. U dosh nështë edhe mi mojt edhe të keqen, po u dosh nështë edhe mi najt të keqit. Apo kupton? Se përpora e në kondër sene si mund të më thes, edhe s'ke dit ku përshkan, as kanë për ta bjen. Tash është ma mirë, tash është gjithë qka me vetë dijet plut, nuk e akuzën as mësitin, as babën, as nonën. Nja pa që abuja ku mbo veti, kaq. Mëro mirë, e kum gjetë vetë. Mëro keq, e kum gjetë vetë apet. E përpora, i me të kefoj mësitit, unë e kum një vetë që nëmshin gratë. Nëmshin, se, kish vend që s'kesh uj heq, u dashke me bojt uj me kilometra, me konta. E në ko shumë sene përpora. Mësiti u nëmë shumë. Mësiti u nëmë shumë. Është e vërtet. Unë e gjithë mund të thëmë, shëqër që mo mësit s'ka. Mësit është telefoni, dhe të gjojnë vetë, është e pakapshme për neve një pjesë të popullit e pakapshme që pa thamon. Kjo është qmenduri që a thamon e për dikan. Po dhe më thonë, si ndi vetë dhe mundin moshën 18 vjeqare, e përgjithsi prindi. Qa dhe që ti bo 18 vjetë, dhe më thonë mas 12 notë, del dhe më thonë, a fati që mos ki përgjithsi për thmiun tanë, me legjë. Edhe dhe të vendos vetë. Apo vendos me legjë vetë, po edhe kështu dhe të vendos për fatin e vetë. Edhe është ma mirë. Unë menoj që ashtu. Unë menoj që është ma mirë se mu asë një të mi jemi, së në më akuzu më kanë thonë, Bob, ose mra keq, ose ma ke gjithë keq, ose më ka thonë vend keq. E ke gjithë, po, ja po shojrin, unë jam i knasht me ta. Po kalojnë mirë. Mirë u ka ro, i sholla kanë fatin tonë dhe si të mitë qështu. Inshallah. Isak, a je excited? Allohi po. Apo Nina ma mirë mos nefsh? Ja vallohi. Unë s'ma du me një jeq. E dita. Isak, Unë e di që s'po ki qefti kështu. Na s'po kina qef shumë sane, po do të me pranu dashtëm e zdashtëm. Që kja unë të shka tjetër. Qa dit që u je kjerri kuq. Mo të nu se s'kin shve. Pas të jasë në s'kërkush. A u je kjerri kuq. Që i thaj shumë kjerrit me kual kjerri kuq. Po, kjo orë të kom më ndëru. Kjo orë të kom. Veç vërshë. Hiqa dizginat krejt. Po vallo edhe me desht me muaj dizginat që në kanë avisin. Po që tu është dhe me thonë, edhe këshyru me i muaj dizginat, edhe këshyru me alëshu dizginin. O e jo, hec pitu pa fra krejt. O krejt është të ki, ti minjër e thoë, minjër e keq vetë. Po te? Po unë tjetra që kur pinduat keq bobë kuku. Ja u lamore pa bobën. Ja, qëre. E vlad me hupë s'ko kërkush, kuptuet. Qëre. Ko shumë rast e i thuaj bi nuk banë. Për mu hëtë banë. E në bunë për t'ju lamore pa bobën. Mendimi jemi. Bish me tro keq më të boba më sukhe. Isak, prindi edhe babgjysh kur bënhet, edhe 100 vjetë me i pos djoli, ose vojza, dhe më prindi gjithë mund, i ka në zemra për ta. Gjithë. Ajo është normale. Gjonat nuk do të me morë ekstreme, se na këshyrëm veç që shtojmë na. Jo, na do të me ecë pak edhe me kuhen. O, pa të kuptoj e ndërru. Po ti nëse i thua po une. O, mu vetë unë që aty ju, se nuk unë regull. Aja të veç aty. Po Isak, po mirë, a merë shamla, po vjen qika jame për qef tamin, burin, a merë për qef të vetin? Jo, për qef të vetin.
Pse mja prish pra ti, e unë. O ti nderuar. Pa, kemë obligim me mu interesu. Kuptoj një aspekt. Avni. Ky lyp me rroj, do me thonë miku në këto tradita që gjenë konë këty në herë. Ato mos të vetë kërkosh. Veç inshallah thuj nuk del në sebep kun. Ne kam një pyetje, po para du me përshëndet mas pari Gani Bajramin. Përshëndetje Gani Bajrami. Ko, faleminderit që ju përshëndes edhe u juve. Mirë se erdhe. Ju përshëndes stafën e gjithë dëgjuesit trenë. Faleminderit. Faleminderit shumë. Avni kam një pyetje pikërisht për ty nga Ismail Rexha. Lule pyet Avnin a ma shumë ka shkurorzime ka patë kur janë kanë bo martesat me mësit apo tash që vetë po njoftohen dhe vetë po prishen. Për zotin sët mi qitë në vota thuj, atina që ka bo këtë pyetje, thuj nuk e ki lapçin nuk e shkruun, dhe me thonë qëfar votime është dhonë gjenia femnore për kohën e atëherit. Po nuk krahazohet koha atëherit me të sotit për shkurorizim. Unë e thash fort mirë, pa e shumë pas ka dëgju. Koha e atëherit ka pas marrë, ka pas respekt, autoritet familjar. Kur hi plaku i shtëpis na bërë, arabnime e kanë prit në kom. Nuk krahazohet ajo kohë me kohë të sotit. Sot është demokraci, kush që ka dënë, ka dënë. Sot nuk ka as shkurorizime për mu bo shkunorizimet. Nuk ka, dhe më thonë, numri i atëherit me të sotit ka ndallim shumë në shkurorizim edhe në kurorizim. Është menim jam. Për që ata dhe që po thënë ju mas 30 vjetë, 40 vjetë po ndohen, se atëherë dhe më thonë para 40 vjetë kur u martu nuk u kohë knasht, ose s'u kohë knasht. Sos dëshire tina, ose e sojna, edhe me zë nuk shkon jetë, a i ka orë dita se të mas 40 vjetë e dohet. Për mu nuk o që dhja e që dohet. Po qysh nuk o që di mas 40 vjetë mu do? Ha? Nuk o që di për ty mas 40 vjetë mu do gruja? Ju. Se ka nejnë ashtë asë puna gjarë një nërguri 40 vjetë. Po letë rënë, po kur ka nejnë 60 vjetë dhe 20 vjetë martu, i ka bon 80 vjetë edhe mollet që shkon varë, po qysh isha do mas 60 vjetë bre. Po nuk janë maratonë se unë e te, është, u e lunë. Ko. Unë nuk pajtë unë ato. Gjona gjithë më morë gjënësisht, jo që ka menej unë, ose që shvepra jënë, ose i soku. Po nuk dojtë mi thonë, e mirë asojna. Ja, për ato është e mirë. Janë përgjësi. Ja, janë përgjësi, ja. Po, ato që e bën dikush dhe me thonë, a e ka bu për veti. është e mira. Jo, ai për vete ka bo, po qasoj pune me mas 3-40 vjetë martes, me lënë thmin, rejat, nipat, nesat, edhe me shku mu martu me një tjetër njeri, për mendimin tem, aja nuk është e mirë, absolut. Pa më pasysh çfarë jete ka pas. Kur ke dëru 40 vjetë, dëra edhe 20 edhe shkan varë, ma s'ka ato, pa i të është knaqesh. Këtë në herë theshen, devja u rëzu për kush leprit. Edhe aty tani vjen edhe pak shtuhet edhe mo sundura njëre dohet.